Sipas mediave online, është bërë e ditur që zonja Neda Balluku është në proces divorci me bashortin e saj, zotin Ogren Balluku. Kjo iniciativë ligjore vjen pas 10 viteve të cilët ata kanë qenë të martuar, pra me një martesë e cila u bë një ceremoni e madhe, por edhe ligjore, pra një martesë ligjore. Nga kjo martesë, ky çift ka 3 fëmijë. Në daljet publike dhe televizive kemi parë që ky ishte një çift i lumtur, që do të thotë kanë ekspozuar në media, pra që nuk kanë pasur probleme lidhur me lidhjen e tyre. Por nga ajo çka ne shikojmë nga mediat apo nga portalet online, del që zonja Neda Balluku ka thënë që ne kishim kohë që nuk jetonim bashkë dhe për shkak të mosmarrëveshjeve që ata kanë patur si çift, dhe prandaj kanë shkuar drejt zgjidhjes ligjore të marrëdhënies së tyre, duke qenë se lidhja reale apo faktike e tyre kishte marrë fund. Por shikonte si opsion edhe mundësinë që ata të riktheheshin sërish së bashku, pra që do thotë të vijonin martesën e tyre normale, nëse kjo do të ishte e mundur edhe nga bashorti i saj. Pra, të njëjtën gjë, ajo pretendon se e ka bërë 5 vite më parë dhe pas një rikthimi apo një le të themi pajtimi të tyre, ka lindur dhe goca, pra fëmia i tretë. Megjithatë, është për të parë nëse zyrtarisht e ka paraqitur zonja Neda Padin në gjykat, apo kjo është një zgjidhje martese e cila vjen me marrëveshjen e të dy palëve. Kujtojmë që ky çift është njohur në emisionin Big Brother, i cili është zhvilluar në Top Channel, dhe është i vetmi çift i cili ka rezistuar më shumë në lidhjen e tyre apo në martesën që kanë patur. Megjithatë, për çdo mundësi ngelet e hapur, urojmë që kjo mosmarrëveshje të zgjidhet, sepse në gjykat zhvillohet edhe seanca e pajtimit, në të cilën palët apo çifti ka mundësi që aty të pajtohen dhe të rikthehen normalitetit dhe gjykata të vendosi pushimin e padisë për zgjidhjen e martesës. Kështu që urojmë që ky konflikt të zgjidhet me një marrëveshje mes palëve.